Shëndetje shenja ujorit, sot do të zhvillojmë një pyetje rrufe të tipit kush ju xhelozon. Kartat që ranë për ju janë horizonte të largëta, speranca dhe shenjë uji. Karta e horizonte të largëta tregon se personi që ndjen xhelozi ndaj jush është larguar fizikisht ose emocionalisht nga jeta juaj. Mund të jetë dikush nga e kaluara, një mik, partner ose njohje, që sot është më shumë një kujtim se sa pjesë e realitetit tuaj. Karta speranca nënkupton se ky person ju ka parë gjithmonë të fortë, ndoshta si një njeri që pavarësisht fortunave nuk tundet lehtë. Ju e keni krijuar një stabilitet në mendje, në shpirt ose në jetën personale, që ky person nuk ka arritur ta krijojë vetë. Karta shenjë uji nënkupton se xhelozia ndoshta vjen nga një person me shenjë uji, që mund të jetë gaforja, akrepi ose peshqit. Ky individ është shumë emocional, mund t'i ketë përjetuar sukseset apo forcën tuaj si kërcënim për vlerën e vet. Ka shumë të ngjarë që ai ose ajo ka pasur ndjenja të papërfunduara ose ndjenja të fshehura për ju. Unë do të thoja që xhelozia që vjen nga distanca nuk ka fuqi mbi ju, vetëm nëse ja jepni ju vetë. Paçim!